Të nderuar delegat, të nderuar zone e zotëri, shumë respektuar kryesi e punës, zoti kryetari i Partisë Demokratike, zoti Krasniqi, zoti kandidat për kryetar Partisë Demokratike, zoti Hamza, mbi gjitha shumë të nderuar veteran të ushtrisë shtetrore të Kosovës, familjet dëshmorëve, invalid të luftës, veteran të Partisë Demokratike të Kosovës. Unë nuk e kam ndërmend që të flas gjatë, e kam ndërmend që të jem sa më i shkurt, por kam ndërmend që të tham disa gjëra që mendoj që ja vlen në natyrën e kësaj konvente. Konventa e Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë çdo herë një ngjarje e madhe për Kosovën. Po kur në konvent Partisë Demokratike të Kosovës janë zgjedhur edhe personalitete dhe figura historike, si Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, ka qenë edhe një konvent historike e cila jo vetëm e ka volos të kaluarën tonë të lavdishme të ushtrisë shtetrore të Kosovës, luftën tonë për miri, por i ka dhënë drejtim edhe vendit, edhe pavarësisë dhe shtetërormimit të Kosovës, me qëllimi parti politike, e cila si radhën e parti politike qëndron në themelet të lirisë dhe të pavarësisë. Unë kisha dashur dhe kam dëshirë dhe lutem Zotit që mbi gjitha Hashimi, Kadriu ose Jakub Rexha të kthehen Kosovës dhe ne të kemi të zgjidhuna edhe problemet e garës dhe të leadershipit apo jo. Mendoj që kjo është çka tham prej zemrës dhe çka kam të shkruar në zemër dhe jo vetëm pjesën e fjallimit. Ka pas dëshirë që kjo konvent, me që nuk mund të jetë historike, se si kemi lider të mëdhenj, do të mund të ishte një ngjarje demokratike. Dhe ka mund të bëhet një ngjarje demokratike nëse do të shtyhet për një javë, sikur se unë kam kërkuar në media, para jush, dhe sikur se kam biseduar me një pjesë madhe të kryetarëve të degëve në nivel të vendit. Se unë mendoj që mes kohës dhe kualitetit ne duhet të vendosemi për kualitetin. Dhe kualiteti i garës do të bëhet nëse është proces i hapur, nëse është proces demokratik, nëse marrin pjesë më shumë se sa disa kandidatë në zgjedhje. Dhe unë e di që ju mund të thoni që zgjedhjet nacionale më të marrin shpejt, por ju them juve që ne si Parti Demokratik i Kosovës, edhe kem qeverisë, edhe kem shkuar në zgjedhje të brendshme, edhe kem marrë zgjedhje nacionale, edhe kem formuar qeveri të reja, asnjëherë ka qenë pengesë, një javë më shumë, një javë më pak. Prandaj çfarë dua të them dhe çfarë kam thënë në media dhe çka tham këtu, ka të bëjë me qëllimin e mirë. Dhe si politikan i cili gjatë është në politikë, e di që ka rregullore, statutet e partisë, ka programet e partisë, po aja çka ju duhet ta keni parasysh, dhe unë duhet ta kem parasysh është që në momentet e caktuara të thirrni ndërgjegjës tonë. Dhe unë i thirr çdo herë ndërgjegjës time sa herë flas për gjërat që i shoh si kritike. Dhe çfarë dua të them, nuk është fare personale, por është shumë parimore, edhe është shumë politike. Unë e falenderoj kryetarin e partisë, membrin, zotin Krasniqi, se një shok dhe miq, për udhëheqjen që e ka bërë Partisë Demokratike të Kosovës, po mendoj që në mënyrën se si janë shpallur zgjedhjet për 5 ditë, në mënyrën se si në konferencën e parë për shtyp e ka dhënë preferencën e tij, në mënyrën se si në televizion ka folur haptas që mbështet një kandidat, në mënyrën se si ju ka ftuar disa prej jush si kryetar degësh, duke thënë që këtë do duhet ta mbështetni, apo kjo është preferenca e ime, mendoj që ka bërë garën të mbyllur dhe mendoj që nuk është gara e hapur, nuk është gara demokratike. Prandaj, unë kam kërkuar një javë zgjatit të konventës, nuk do them me blef,
nuk për thamë me thunë barkut, nuk për thamë me inatin, nuk për thamë për lloje paknatësi, se kam menduar që është shumë e rëndësishme që me gjithë juve në salë të bisedojmë për platformën, me gjithë juve në salë të bisedojmë për ekipin, me gjithë juve në salë ta kemë një ballafaqim të idesh brenda një javë dhe mandej ta mbajmë konventin e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa që këtë çfarë thamë nuk është personale, ka të bëjë me faktin që unë mbram me taku me zotin Bedri Hamza, se jemi miq. Nuk kem as keq kuptim, nuk kem as ndonjë dhim, jemi shok, do të mbesemi shok. Kam kërkuar prej Bedriut që ne si gjenerate artë e Hashimit dhe Kadrisë, që kem ndërtu vendin, që kem qeveris vendin, kemi kapacitet që të me vesh edhe se si në vëheq dhe me majtë një konvent mbas një javë. Dhe kam pyet Bedriun, a do të ketë konvent për shpallën e tij si kandidat për kryeminist? Ka thënë po. I kam thënë shtyje konventin që do bëjmë sot, e mbajmë konventin për kryeministën, ai që zgjidhet kandidat për kryetar, ai që është kandidat dhe zgjidhet kryetar i partisë, bëhet në mënyrë automatike edhe vetë kandidat për kryeministë dhe kryetar i partisë. Të nderuar kolegë, nuk e kam ndërmend të flas gjatë dhe nuk e kam ndërmend që të ranoj shumë se di që jem para zgjedhjeve. Po kam ndërmend vetëm të them që Partia Demokratike e Kosovës ka nevojë për një vizion të ri, ka nevojë për një rrëfim të ri. Unë e njoh shpirtin e PDK-s, e njoh plot të PDK-s, e njoh fitoret e PDK-s, e njoh edhe humbjet e PDK-s, dhe kam prit që kjo konvent ma jep besimin dhe jo të bëjmë një luftë për karrike, si ju dini që para 4 vitësh, kur e kam pas si amanet PDK-n për Kadri Veselit, nuk kam garu, kam hapur për Memli Krasniqi. Prandaj, sot nuk shoh kushtet e barabarta, nuk shoh procese barabartë, dhe une si i tillë nuk marr pjesë në këtë garë. Po duhet të them një gjë, do të respektoj vendimin e juaj. Do të respektoj qëndrimin e juaj. Do të respektoj orientimin që ju jepni sot kësaj konvente. Mbi gjitha e dua Kosovën. Tani e dua UÇK-n. E tani e dua PDK-n. E tani e dua Hashimin e Kadrin dhe dua secilin për jush në këtë salë. Këtë se çfarë po ju tham sot, besoj që mund t'i bjerë dhe me në listë. Faleminderit shumë.